Opozita kundërshtoi ashpër koncesionin për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit në një kohë që qeveria ka çelur garën për privatët. Projekti nisur dikur nga demokratët, sot kundërshtohet me argumentin krizë. Ish-ministri i Financave Ridvan Bode akuzon mazhorancën si shkaktare të rëndimit financiar të familjeve shqiptare për shkak të taksave të shtuara në 2 vite qeveri. Ndaj për të shmangur një tjetër taks, Bode propozon këtë zgjidhje. Po e dini që sot paguan gjithë qytetarët në taks për kalimin në rrugë? Taksa e qarkullimit. Vlera e saj është diku te $90-100 milion në vit. E paguajnë të gjithë qytetarët në taks. Dhe shkon taksim në buxhetin e përgjithshëm. Dhe kjo taks sigurisht duhet të mbajë rrugët. Debati në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë u ashpërsua edhe më shumë, pasi opozita thotë se fondet e qeverisë për rrugët kanë qenë në minimumin historik. Ju pse nuk bërtisni kur bëhet buxheti i rrugëve? Se s'duam. Në vitin e kaluar ka patur 9.5 miliard lek për rrugët. Minimumi historik i buxhetit të rrugëve. U drejto mua fare, vazhdo. Të drejtohem ty sepse ke përgjegjësi më të madhe. Dhe pastaj vazhdo. 9.5 miliard janë vetëm detyrimet e prapa mbetura kontraktore që janë paguar për infrastrukturën rrugore gjatë vitit 2014 dhe mos gënje. Qeveria parashikon të jap me koncesion për mirëmbajtje të gjitha rrugët nacionale, ndaj mazhoranca miratoi vetëm me financimin e Bergj për një studim të detajuar për taksimin e akseve rrugore në Shqipëri. Pas rrugës së Kombit, taksimi do të shtrihet në rrugë të tjera në bazë të fluksit të lëvizjeve.